Se do shumë Kosova. Edhe unë dua shumë. Edhe ti do shumë. Edhe unë dua, po kemi bërë shumë, kemi bërë shumë performanca të bukura dhe duke qenë që mbështetje më të madhe unë e mora në Kosovë se sa në Shqipëri. Sepse po marr shembull duke filluar që nga titujt e portaleve, në fillim kur unë fillova të bëja këto çmendurit e mia në provinca, ishte e çmendura Fiona Rushiti, një titull që vendose. Duhet ta themi, vetëm këtë dua të them si parantezë, je vetmja që e bën këtë gjë. Edhe kur diçka është në tregun shqiptar, janë këto polemikat që lindin nga pas. E kuptoj këtë, por klikimet mund t'i marrësh dhe në një mënyrë tjetër, siç ndodhi kjo e Kosovës, që shkruajtën shqiponje shqiptarëve, edhe gjërat e tjera, kupton që komplimentonin pjesën e performancës time, dhe unë për çdo gjë të re që dua të bëj, tani unë shkoj e bëj një herë në Kosovë, ja jap atë bumin e madh atje dhe pastaj rikthehem në Shqipëri, sepse ndjem shumë në Porç, duke qenë që aty kam marrë shumë gjëra që këtu nuk i kam marrë dot dhe më kanë ndihmuar shumë. Unë këtu vinë që ne paguaj vetë, se